Sa po mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma bë hallall, me mirë kuptuar, kam hangër bukë me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptimt. E shtym për nesër, është gjëja më e vogël, gjëja minimale. Nuk kam fjalë, më vjen. Sa po mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma bë hallall, me mirë kuptuar, kam hangër bukë me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptimt. E shtym për nesër, është gjëja më e vogël, gjëja minimale. Nuk kam fjalë, më vjen. Sa po mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma bë hallall, me mirë kuptuar, kam hangër bukë me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptimt. E shtym për nesër, është gjëja më e vogël, gjëja minimale. Nuk kam fjalë, më vjen. Sa po mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma bë hallall, me mirë kuptuar, kam hangër bukë me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptimt. E shtym për nesër, është gjëja më e vogël, gjëja minimale. Nuk kam fjalë, më vjen. Sa po mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma bë hallall, me mirë kuptuar, kam hangër bukë me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptimt.
e shtym për nesër, është gjaja më e vogël, gjaja minimale. Nuk kam fjalë, më vjen. Sa po mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma ba halal, me mirë kuptuar, kam hangër buk me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptimt. E shtym për nesër, është gjaja më e vogël, gjaja minimale. Nuk kam fjalë, më vjen. Sa po mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma ba halal, me mirë kuptuar, kam hangër buk me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptimt. E shtym për nesër, është gjaja më e vogël, gjaja minimale. Nuk kam fjalë, më vjen.